Tani Borana na trego pak për përvojën tënde. Si ndodhi që dëgjove për Lead Albania, aplikove dhe pastaj ku shkove dhe çfarë ndodhi gjatë këtij viti? Në fakt Lead është një eksperiencë shumë e bukur. Unë kam filluar që pas finalizimit të studimeve akademike në Ministrinë e Ekonomisë. Më pas u shkëputa. Për 6 vitesh isha jashtë sistemit administratës publike dhe ndjeja që disa nervat e mun ishin fjetur pak dhe doja të rizgjoja. Dhe kështu aplikova pranë Lead Albanias për të rikthyer në administrat, Ministrinë e Ekonomisë atëherë. E dëgjova nëpërmjet pikërisht komunitetit alumni. Kisha shumë miq, koleg që i përkisnin këtij komuniteti dhe shija nga afër se sa në mënyrë të drejtë për drejtë ishin ata të përfshirë në politikbërjen gjatë kohës që ata ishin pjesë e këtij programi dhe doja patjetër që dhe unë të isha një prej tyre, duke prekur nga afër të gjithë sistemin se si funksionon, të qenurit pranë ministrit, pranë zëvendësministrave, pranë gjithë kabinetit, duke kontribuar në mënyrë të drejtë për drejtë në politikbërje dhe mendoj që rikthimi në administrat nëpërmjet programit Lead, që do të thoja është një brand, është një markë sepse përmban në vetvete standarde shumë të larta të eksperiencës së çdo kujt që aplikon pranë këtij programi dhe patjetër që tashmë dhe unë jam një Lead alumni, me krenari e them këtë, i përkas këtij komuniteti dhe mendoj që një nga vlerat më të rëndësishme pikërisht të këtij programi është komuniteti në vetvete. Ne bëjmë shumë takime me njëri tjetrin, stimulojmë njëri tjetrin, ndajmë eksperjenca, sepse aty ku është një bashkësi, ku secili prej nesh ka një vlerë të caktuar, të spikatur, kur bëhen bashkë gjithë të vlera, pastaj krijojnë pikërisht një masë kritike, që kjo pastaj përkthehet në ndoshta në një ndryshim apo zhvillim në institucionin ku ne jemi. Pra, po shoh këtu thirrje për aplikimin e Lead Albania 2026, po sa konkurruese është procesi i përzgjedhjes dhe si garantohet transparenca? Atëherë, procesi është shumë rigoroz, edhe është shumë kompetitiv realisht. Ne kemi një numër shumë të lartë aplikime çdo vit dhe fatkeqësisht duhet të zgjedhin vetëm 10. Procesi kalon në 3 faza kryesore. Vetëm 10. Ne kemi patur edhe 500 aplikime dhe na është dashur të zgjedhin vetëm 10. Ajo është bela. Kjo është përgjegjësi e madhe, por edhe një lloj kënaqësie sepse sigurohesh që të marrësh më të mirët, like the brightest që janë në Shqipëri, edhe jo vetëm, sepse një pikë shumë e rëndësishme e programit është edhe ai komponenti brain gain që quhet, një diku te 20% nga vlerësimet që ne kemi bërë janë aplikantë që vinë nga jashtë. Pra, të rinj profesionistë, të edukuar edhe me karrierë shumë të zhvilluar jashtë vinë në Shqipëri për të dhënë kontributin e tyre pranë institucionit ku ata janë të lidhur edhe me linjën e tyre të zhvillimit teknik. Procesi kalon në 3 faza kryesore. Faza e parë është procesi i aplikimit, ku ne kemi hapur, bëjmë thirrje të gjithë dhe të aplikojnë deri në datën 31 mars. Mbas kësaj faza e parë është kur ne bëjmë një screening të gjitha aplikimeve, vlerësojmë propozimin. Aplikimi ka një pikë shumë interesante dhe të rëndësishme. Çdo aplikant duhet të vijë me një propozim konkret mbi institucionin. Pra, nuk është një aplikim standard. Duhen minimumi diku te 20 orë pune për ta bërë si aplikim dhe duhet të vijë me një propozim konkret për titullarin e institucionit, për atë se çfarë synon apo cila është objektiva e tij për të kontribuar në institucion. Cila është drejtësia, çfarë elementi të ri do të sjellë apo diçka që nuk shkon, nuk është duke u zhvilluar në linjën e duhur dhe vjen me një propozim të ri. Kjo vjen sigurisht pas një hulumtimi, pas një analize të mirë të institucionit dhe duke parë se cilat janë prioritetet e titullarit dhe si mund ta lidhi profesionin e vet, pra atë që di të bëjë më mirë me kontributin që mund të jap në institucionin më drejt. Që do thotë që nëse dikush për shembull është duke punuar jashtë vendit ose brenda vendit në një kompani teknologjike që ka këto risitë digitalizimit dhe gjërat e tjera, mund të shikojë se ku ndërhyrja e tij apo e saj mund të ishte e vlefshme sa i përket shtetit, administratës, po, via atje. Po ti e cekë pak, Bora, që është e mira e punës është që të ti jesh edhe pranë ministrit, zëvendësministrave, ministres nëse është grua, dhe të mund të kontribosh me idetë, me po themi përvojat e tua. Na trego pak
dua të pyes për përvojën tënde gjatë këtij viti tek Meki, por fillimisht tek aplikimi, ajo që Alda përmendi. Çfarë ishte që ti shkrove? Cili ishte sugjerimi yt, risia që doje të sillje? Në fakt, unë vitet e fundit kam punuar dhe kam angazhuar veten në një fushë shumë interesante që është pronësia intelektuale dhe prek këdo nga ne për të zhvilluar pikërisht krijimtarinë, për të mbrojtur krijimtarinë artistike të gjithëve. Dhe 5 vitet e fundit kam punuar me një projekt zgjeran në këtë fushë dhe doja patjetër që meqense Meki dikurshëm lidhte ekonominë, pra zhvillimin ekonomik, inovacionin, por edhe pjesën e kulturës, dhe ku më bukur se ky institucion lidhte idenë time. Ideja ime ishte pikërisht zhvillimi i këtij sektori, përmirësimi i kapaciteteve administrative të institucionet, por njëkohësisht edhe ngritja e këtij elementi në politikat më të larta të institucionit. Sjellja në vëmendje të ministrit të kësaj fushë që shpeshherë duket si sekondare, por në fund të ditës është një nga fushat më të rëndësishme. Dhe patjetër që ministri e priti shumë mirë këtë propozim dhe do dëshiroja të falenderoj edhe publikisht ministrin, sepse të gjithë kolegët, edhe 2 kolegët e mi që ishim pranë këtij institucioni, na mirëpriti, i dëgjoj me vëmendje propozimet tona në çdo pjesë, atëherë ku ndihej e nevojshme kontributi ynë, ne ishim të përfshirë në një tryez me ministrin, me shefin e kabinetit, me zëvendësministrat. Pra për ne ishte shumë e thjesht përfshirja në sistem, kjo edhe si pasojë se vinin pikërisht me një backup nga ADF-ja dhe nga programi LEAD, ku normalisht ti ke tjetër qasje kur vjen nga programi LEAD. Pra, siç e thash dhe më parë, ke një lloj prestigji në institucion, sepse patjetër për shkak se ke kaluar në kaq shumë procese, filtrime, vërtet ti je një nga the brightest të vitit ku ti përfaqëson. Kështu që unë personalisht, duke pasur këtë eksperiencë shumë të veçantë gjatë vitit të shkuar, dhe aktualisht unë ende jam pjesë e institucionit ku drejtohet nga ministri Gonxha, mendoj që çdo kush që vërtet ka një lloj dëshire për të kontribuar në sistemin shqiptar të administratës, dikush që mendon që vërtet mund sjellë një ndryshim dhe përcakton dhe ka me vete vlera dhe integritet, patjetër të jetë pjesë e kësaj thirrje, sepse vërtet përtej çdo gjëje në fund të ditës do të ndihet shumë i privilegjuar që është një Lead Alumni. Është një program unik, është një program që nuk gjendet në Shqipëri dhe oportuniteti që të vjen nëpërmes këtij programit për të qenë këshilltar i titullarit të një institucionit, të ekzekutivit, të gjyqësorit, të legjislativit, sepse këtë vit kemi shtuar dhe kuvendin, është një mundësi unike dhe nëse ka dikush që po na dëgjon dhe ka dëshirë dhe synon të jap një kontribut në politikbërje, në qeverisje, ta shoh se si funksionon institucioni nga brenda, apo dhe të kuptoj se cilat janë të gjitha sfidat që kalohen dhe çfarë mund të bëjë ai për ta përmirësuar, atëherë ky është vendi i duhur për të aplikuar. Doli kështu si reklam, po më erdhi natyrshëm. Jo, është normale se faktikisht është një mënyrë shumë e mirë për një karrierë të suksesshme, për të kuptuar se si funksionojnë, por le të rihym se unë kam shumë interes pikërisht te personat të cilët do të bëjnë pjesë. Çfarë dallon një aplikant fort? Që të dinë edhe ti ndihmojmë. Po, një aplikant i fort është kushdo që ka dëshirë reale për të kontribuar. Kushdo që ka atë, siç e përmendi Borana, atë gërvgritjen brenda vetes që do të jetë pjesë e institucioneve dhe të jetë të vendos duart në politikbërje, në qeverisje, të kuptoj vërtet se çfarë do të bëj në këtë institucion dhe si mund ta realizoj. Nëse e ka këtë element dhe nëse e ka këtë dëshirë, patjetër gjithë sistemi vlerave, integriteti, parimet, dhe gjitha këto duhet të jenë pjesë e bashkuar e të gjithë këtij elementit i themi, atëherë ky është personi i duhur. Nuk kemi kritere të tjera përveç vetë individit e dëshirës që ai ka shumë të fortë brenda vetes për të bërë më të mirën ndaj institucionit dhe ndaj vendit në të njëjtën formë. Patjetër. Zgjohet patjetër në mëngjes. Personalisht nuk kam mendoj që çdo kush nga ne ka një mision në jetë. Dhe të paktën misioni im është
çdo herë sa zgjohem është që sadopak me një email që unë çoj apo me një shkresë që unë kryej, mendoj që kam kontribuar sadopak në jetët e njerëzve. Dhe unë në tryezën time për shembull mbaj gjithmonë fotografinë e familjes, të djalit e të bashkëshortit dhe sa herë kam kështu si një proces dirigjence që sa herë dërgoj një email apo jam pjesë e një procesi ku edhe ministri duhet të jetë në takime, patjetër e rikthej vëmendjen dhe them që okay, sot besoj që qoftë 5% mendoj që jeta e secilit nga ne ndryshoi pozitivisht. Dhe ku ka më bukur se ti je pikërisht pjesë e këtij procesi, e këtij sistemi kaq dinamik, sa çdo ditë ti ke nga një sfidë të re që duhet ta kalosh me shumë pozitivitet, patjetër që ka vështirësi si çdo punë tjetër, po i kishte hyrë edhe një sistemi kompleks ku drejtat e autorit, pastaj nuk është kollaj.